Problemi im qëndron që nga viti 2013. Jam një zonjë e pastre. Nuk e banes. Jo. Jeton me qira. Jetoj me qira. Tani, duke qenë se je pastre, je interesuar tek Bashkia e Korçës, ke aplikuar? Jo, Po nuk pse? nuk kam aplikuar. Thjesht na doli një sekser, Që quhet? që quhet Andi Janko. Çfarë kishte ndonjë funksion ky ke Bashkia e Korçës tek strehimi? Thjesht kam miq. Ka Ose miq. cilët ishin nuk më ka kontaktuar. Dakor, e takove Andi Jankon. Më ka thënë që do të rregulloj unë. Në këmbim çfarë të kërkoj? Lek. Sa? Duhet të paguash. Këstin e parë 6 milion. Po, Kësti i dytë është dhënë 4 milion. po. Dhe të tretën fare më ka thënë që duhet të marr, para se të marrësh çelësa, do të paguash 714.000 lekë. Në total, Në total vjen diku 10 milion e 600.000. këto para kaluan në llogarinë bankare të përmbaruesit Andrea Katundi që në vitin 2013. Po. Po. Sa duhet prisje ti që të bëje me shtëpi pra, të strehohesh? Sa të mbaroj banesa, më thanë. Po sa ishte afati? Ishte rreth një vit. Një vit. Kaloi një vit. Po, Hm? po, Pritet ti. prita. Çfarë ndodhi mas një viti? Asnjë gjë. Domethënë banesa nuk ishte bërë ende gati. Dakor. Komunikove me Andi Jankon që ishte ndërmjetësi? Po, më tha më do të presësh. Sa do prisje? I thash edhe sa, po derisa të na njoftojnë. Derisa Po. pritet ti. Prita gati një vit e disa muaj. Po. Pastaj, Nuk mora asnjë lloj përgjigje. aty kuptove ti që Isha në rrjetin e mashtrimit. E pash që po më sërollatni dhe atje kam kuptuar dhe i thash në qoftë se nuk më jep një lekët brenda muajit, unë do të shkoj, do t'i trajtojmë gjykatës.